mësimin 11, ne dhe kafshët. Ne dhe kafshët një lidhje e veçantë. Olarak metinimiz var. Ne dhe kafshët biraz büyüteyim bunu da. Belki daha iyi görürsünüz. Ne dhe kafshët një lidhje e veçantë. İlk ben okuyacağım yavaşça, sonra birlikte de yapacağız. Bu arada tanıdık olmayan kelimeler için onları not alın ve sonra tartışırız. Ya da cümle olarak kelime genellikle bir şey görürseniz okuyarak onu soru olarak yapın, sonra beraberce tartışırız. Ne dhe kafshët një lidhje veçantë. Nuk është e pazakon të dëgjosh njerëz që flasin për lidhjen e fortë që kanë ata me kafshën e tyre. Bu arada bu ders sayfa 113 kitapta, faqe 113. Kjo lidhje është veçanërisht e qartë në klinikat veterinare. Madje është kjo arsyeja pse njerëzit i çojnë kafshët për t'i vizituar. Shumë shkencëtar kanë gjetur mjaft fakte rreth kësaj lidhjeje të veçantë. Që në vitin 1950 në revistën Higjiena Mendore, Mental Hygiene, inglisçesi, shkruese nga pikpamja sociologjike, kafshët e shtëpisë janë burimi një dashurie të pakushzuar, të dobishme për të shprehur ndjenjat, si dhe mësues për fëmijët në çështje si përgjegjësia, shoqëria dhe rregullat e tualetit. Konrad Lorenz, laureat i çmimit Nobel në vitin 1973, ose babai i lidhjes njeri-kafsh, në autobiografinë e tij tregon se dëshira për të mbajtur një kafsh buron nga lidhja e gjatë me natyrën. Boris Levinson, një psikolog amerikan, studioi rreth dobisë së kafshëve, lidhur me vlerat kurruese, duke i hapur kështu rrugën pet terapisë, përdorimit të kafshëve si terapi për fëmijët me probleme. Sipas teorisë së zhvillimit të familjes, njerëzit kanë cikle të ndryshme të jetës. Për njerëzit, kafshët shihen shpesh si pjesëtar të familjes. Për të sapomartuarit, ato konsiderohen si zëvendësues të fëmijëve, për një çift me fëmijë si shoqëri për fëmijët e tyre dhe si siguri familjare, ndërsa për adoleshentët si shoku më i mirë. Studimet tregojnë se kafshët e shoqërimit bëhen pjesë e rrjetit shoqëror të njerëzit. Kafshët e shoqërimit drejtojnë të verbrit, shoqërojnë fëmijët dhe njerëzit e vetmuar. Me praninë e qenit në dhomën e xhumit, flihet më shumë. Efekti i afrueshmërisë me të tjerët funksionon edhe me macet. Prania e maces shkakton ndër të tjera qetësim, ndihmon në uljen e tensionit nervor. Edhe shpendët veprojnë si një nxitës për krijimin e marrëdhënieve të reja. Një studim i kryer në një azil, shtëpi të moshuarish, ka evidentuar se kujdesi ndaj papagajve i ka bërë ata më të hapur ndaj të tjerëve. Kali me ndjeshmërinë e tij të jashtëzakonshme, me përshtatjen, inteligjencën, është konsideruar gjithmonë si një ilaç i vërtetë. Të kesh një akuarium në shtëpi, ul humorin e keq dhe heq edhe ndjenjen e urisë te pjesa më e madhe e njerëzve. Përshtatur nga Gazeta Shqip dhe portali shqipria.com. Yani bu bir Arnavut gazetesinden alıntı ve bir